Okej, fillojmë edhe me përgatitjen e mascarponën. Po. Edhe vendosim 250 gram mascarpone. Ty të duhet tash edhe lopata për përzierje, apo? Po. Okej, këtu e ke. Faleminderit. Qonë për t'i largoj prej rrugës që Faleminderit. që mos më të pengu. Dhe ne vendosim edhe 200 gram pistachio. Recetat me pistachio janë viral kudo. Po. Që më jep mu? Faleminderit. Edhe shkojnë ato i përzi. A je janë as për atyna që në mramje kur jeni të po në emision, në film, diçka, okej, kam neps për diçka dhe që është gatun, spriton. Po. Nuk friton. Jo, vëlla. A e merë bukën shkollë me vete? A e bën vetë? Jo, bukën nuk e marrë në shkollë me vete se E ka shkolla? Po. Okej. A mundesh pak me këty të kamera nësë qatë masën? Që kjo duke qështë. Veç do të në përzjet pak derisa kombinohen komplet pistachio me mascarponën. Të bëhet një masë e një trajshme në gjyrë. Kur... Vasi një gjallë për të qeltë. E qeltë. Të thonë tash, është të mbëlsirë djetale, se ka ma në thirë. Po. Hajtë se një herë zbot, kur që. Ja. Kjo do të më dukë qështë, Kthehet lutem, po. Kjo në gjyrë duhet, kur të kombinohen. Po. E të ndët me marrë këtë masë, Po? me vendos si për shlak që është. Po. Për dekor në fund. A duhet një lukë? Jo. Ok. Edhe ty tash edhe pak duan gërshont, edhe nuk e di ku i kam gërshont. I gjitha do gërshont të vogla, jo ato të kuzhinës. Por e prem. Tani do të me prej, me prit disa të pjekat masa. Okej, a e ndërprem për 10 minuta derisa të pjekat masa që të krejemi pastaj edhe me përgadit petën.